Policia e Durrësit arrestoi operatorin turistik Luiz Xhumari pas ngjarjes tragjike në det ku humbi jetën një pushues anglez 34 vjeç, teksa drejtonte një jet ski pa leje përkatëse. Prangosja u bë për akuzën shkelje rregullave të mbrojtjes në punë pasi u konstatua se mjeti lundruesi ishte dhënë me qira viktimës në kundërshtim me rregulloren. Sipas hetimeve, turisti nuk kishte patent për përdorimin e një jet ski, ndërkohë që ligji parashikon qartë se mjetet e tilla mund të jepen me qira vetëm kur personi posedon leje drejtimi. Në të kundërt, drejtimi duhet të bëhet nga një punonjës i trajnuar i subjektit turistik. Ngjarja ndodhi në zonën e Shkëmbit të Kavajës, ndërsa pritet rezultati i ekspertizës mjeko-ligjore për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes së turistit me pasaportë britanike, nëse ka ardhur nga mbytyja apo si pasojë e një ataku kardiak. Bashkë me turistin ishte një grua e cila u transportua drejt spitalit në gjendje të rëndë. Ky aksident risjell në vëmendje problematikën e sigurisë në plazhet shqiptare, në prag të një sezoni veror me fluks të lartë turistësh.